Ministria që drejtohej nga Hajrullah Qeku ka dështuar të ruaj kuletën e shtetit gjatë vitit 2025. Zyra kombëtare e auditimit ka gjetur një mal me parregullsi në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Miliona euro janë shpenzuar shkel e shko. Skandali i parë është me stadiumet. Ministria ka rrezikuar me plot 24 milion euro, duke nënshkruar kontrata pa pasur asnjë garanci financiare. Bëhet fjalë për stadiumin e Gjilan me 12.7 milion euro dhe atë në Suharek me afër 11 milion euro. Kompani dorëzuan letra të pavlefshme në momentin e nënshkrimit, duke e lënë shtetin të zbuluar për 8 muaj. Te Suhareka u rrezikua edhe avansi, u dhan para në dorë pa sigurim valid. Letrat e rregullta u sollën tek në vitin 2026. Të lashet të mëdha ka edhe me subvencionet. Ministria ndo mbi 1.8 milion euro avanse për projekte të ndryshme, që duhej të arsyetueshin deri në fund të vitit 2025. Në 11 raste, përfituesit i morën parat dhe nuk dorëzuan asnjë raport shpenzimesh, ku zyrtarët e ministrisë nuk i monitoruan fare. Sikur mos të mjaftonte kjo, Hajrullah Qeku anashkaloi krejtësisht thirrjet publike. Në 5 raste, ministria financoi federatat me mbi 1.7 milion euro pa asnjë garë të hapur. Shuma më e madhe mbi 1 milion euro shkoi për Federatën e e-Sports Kosova, për lojra si Counter-Strike 2 dhe Dota 2. Paratë e shtetit u dhan pa rregull edhe për transmetime televizive. RTK-s i u falën plot 100.000 euro për transmetimin e kombëtarës në futboll për muajt mars dhe qershor, pavarësisht se ky televizion financohet direkt nga kuvendi. Ulmi i parregullsive prek punët në terren. Në prill të vitit 2026, auditori zbuloi se në stadiumin atletikës në Kamenic u paguan punë të pakryera. Afër 27.000 euro u dhan për zyra ku ekzistonte vetëm një kontenjer dhe 53.900 euro për shtrim asfalti që nuk u bë fare. Për fond ligji për buxhetin u shkel me të dyja duar përmes avanseve të palegjshme në fundvit. Për renovimin e stadiumit në Ferizaj u parapaguan jashtëligjshëm mbi 1.7 milion euro në dhjetor, 2 fish më shumë se limiti. Shkelje të ngjashme pati edhe në Prizren, Gjilan e Dragash. Përballë këtij raporti, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka pranuar vetëm një pjesë të shkeljeve, ndërsa për tjerat ka refuzuar të pajtohet me gjetjet e auditorit. Shënjestër.net